Përmendja e Allahut është shlyerje e mëkateve. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: përmendeni shumë Allahun e madhruar kur të hyni në tregje, në kohën kur njerëzit janë të zënë me shitblerje, sepse kjo është shlyerje e mëkateve dhe shtim i veprave të mira. Mos e bëni veten që të shënoheni ndër ata që janë të pakujdesshëm, të pavëmendshëm ndaj Allahut. Tregu është vend ku shumica e njerëzve merren me punë materiale, me shitje, me blerje, me fitim e me humbje, dhe të rrallë janë ata që e kujtojnë Allahun e plotfuqishëm në treg. Në këtë thënie, prisi besimtarëve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, na mëson që pikërisht në mesin e kësaj zhurme dhe harrese të mos e harrojmë Allahun e madhruar. Një e thënë, i lartësuar është Allahu, pa subhanallah, falënderimi i takon Allahut, elhamdulillah, apo nuk ka zot tjetër përveç Allahut, la ilaha illallah. Në ato momente zhurme dhe harrese ka një vlerë të shumëfishtë, sepse është përmendje e krijuesit në një vend ku shumica e njerëzve janë të shpërqendruar. Mos lejojmë që angazhimet e kësaj bote të na largojnë nga përmendja e Allahut. Ta kujtojmë Allahun edhe në vendet më të zakonshme të jetës, në treg, në punë, në udhëtim, sepse ai që e përmend Allahun mes harresës shkruhet ndër të kujdesshmit dhe fiton falje dhe shpërblim të shumtë.